Faleminderit, zoti kryetar. Zoti ministër, mos u bëj merak se nuk do bëj polemik me ty, thjesht po them me mikrofon atë që do ta thash nga vendi që njeriu jo çdo gjë që di e thot, aq më tepër këtu në parlament. Tani, me që ne akuzohemi se e nxim realitetin në Shqipëri, me që ne akuzohemi se nuk themi kurrë në fjalë të mirë për këtë qeveri, unë po gjej rastin sot që të them diçka, të dal pak jashtë të rrymës. Ka disa seanca, një 2-3 seanca, që kjo qeveri është zgjuar nga gjumi. Ndryshe nga herët e tjera ku fliste vetëm Zeusi dhe të tjerët ose duartrokistin ose mbanin qetësi, kjo është ka disa seanca që ministrat po flasin, nuk ka ardhur goja. Por, me thënë drejtën mua kjo më ngjason me atë smurin rënd që bëhet papritur mirë përpara se sa të ndrojë jetë. Po sigurisht nuk është kjo arsye që unë e kërkova fjalën. Ka disa kohë që e bluaj me veten time dhe dua të marr një vendim që të mos flas kurrë më në këtë sallë, për sa kohë të jetë kjo legjislaturë, për tema tjera përveç se për zgjedhjet. Dikush mund të thotë me drejt që pse e kufizon veten. Kjo qeveri është kaq kreative sa që t'jep mundësi të flasësh për landfillin e Sharrës, për plerat, për kanabisin, për koncesionet, për dializën, për check-upin, e për lloj-lloj aferash tjera që i ka të panumërta, të pafundme. Po unë mendoj, jam duke rishqyrtuar vendimin tim dhe ka shumë mundësi që ta mbaj premtimin që të flas vetëm për zgjedhjet se mendoj që është krye tema, pavarësisht se të gjitha të tjerat për cilat fola më lart kanë rëndësinë e tyre. Është krye tema sepse është arsyeja pse ky parlament ekziston dhe pse Shqipëria ende, me gjithë rezervat që ne mund të kemi, konsiderohet ende vend demokratik. Ne i kemi zgjedhjet e kërcënuara dhe unë nuk dua të bëj Kasandrën, po kam 1000 arsye që të mendoj që pas 9 muajsh ne nuk do të kemi zgjedhje, por do të kemi një farsë elektorale. Tani, po trajtoj 2 zhvillime të kopshme që sipas meje kanë ndodhur vetëm 24 orët e fundit, që kanë të bëjnë pikërisht me këtë që unë fola më lart. Nga njëra anë kemi deklaratën e Taulant Ballës, i cili thotë se nuk ka më kohë as për numërim dhe as për votim elektronik, sepse ne nuk mund të rrezikojmë zgjedhjet. Është kryetari i Komisionit të Reformës, që pasqyron majorancën, por mbi të gjitha nuk është vetëm Taulant Balla, i cili thjesht i shpëtoi një lapsus. Është hierarku më i lartë i Partisë Socialiste pas Edi Ramës. Dhe sigurisht që do e neglizhoja fare zotin Balla, në rast se nuk do të mendoja që ky nuk është mendimi i tij, po është vendim politik i ndërmarr nga shefi i vet, nga Edi Rama pra. Që do të thotë se ne nuk bëjmë as minimumin e minimumeve që mund të bënim për zgjedhjet. Të bënim një reformë normale. Që do të thotë se unë nuk jam aq naiv sa të besoj që po bëm një kod të ri zgjedhor modern, ne do t'i shpëtojmë zgjedhjet. Jo, unë nuk e mendoj kështu. Po do të ishte të paktën gjëja e parë që do të bënim, ta shkruanim në letër diçka që ne kemi ndërmend ta zbatojmë pas 9 muajsh. Ne s'bëjmë as këtë. Dhe nga kush vjen kjo deklaratë? Kjo deklaratë vjen nga ajo palë e cila në vitin 2009 nuk la gjë pa bërë në këtë tokë, deri grevën më absurde të botës turisë përpara Këshillit të Ministrave. Nuk la gjë në këtë tokë pa bërë për një gjë që nuk i takonte, që nuk ishte shkruar as gjikundi, as në ligj, as në kushtetut, as në rregullore dhe as kund tjetër. Hapni kutit ose largohuni, ishte deviza e atëhershme e lëvizjes Edi Ramës. Sot këta po i mohojnë opozitës të drejtën më minimale, një kërkesë e cila nuk duhet ishte vetëm e opozitës, duhet ishte e gjithë klasës politike në fakt, e cila është shqiptuar të paktën para 2 vjetësh. Komisioni i Reformës Zgjedhore është ngritur ka një vit, mos gabojmë, dhe nuk ka asnjë hap. Që tregon qartë se është një vullnet diabolik për të zgjesuar zgjedhjet, për të mos pasur zgjedhje në Shqipëri, por farsë elektorale.
Zhvillimi dytë, po kaq dramatik. Lirimi i Elvis Roshit. Do thoni u çfarë lidhje kanë këto me njëra tjetrën? Kanë shumë lidhje. Kanë shumë lidhje. Sepse dikush mund të mendojë që me që në mes është vendlindja ime, unë kam ndjeshmëri më të lartë për Kavajën. Jo, nuk është kështu. Unë mendoj, nuk jam ngritur sot për Kavajën, fare. Megjithëse kam vëmendje maksimale dhe do të kem derisa të kem frym për vendlindjen time. Po jam ngritur sot për Shqipërinë, sepse mendoj që halli i Kavajasve është shumë i vogël sesa halli i 3 milion shqiptarëve apo më shumë, të cilëve u rrezikohet ekzistenca në një shtet lirë dhe demokratik. Dhe lirimi i Elvis Roshit do të thotë që është një mesazh bandit të gjithë skotave dhe të gjithë ngjyrave bashkohuni në ditën e zgjedhjeve kundër opozitës. Ti fitojnë dhe njëherë zgjedhjet pra. Ju do thoni që pse s'merresh me gjykatën, po pse akuzon qeverinë? Sepse unë mendoj që defektet e tmerrshme që ka sistemi, që ka gjyqësori, prokuroria e gjithë tjerat bashk, e ka mburimin këtu, te deformimi politik. Dhe unë besoj që kjo e bën krejtësisht pavlefshme, jo vetëm kauzën tonë për dekriminalizimin, që është ndronë në një copë letër krejtësisht pavlerë, por edhe të ashtu quajturën reformë për drejtësi, të cilën ne kemi shndruar si një ideologji sunduese në Shqipëri, për një vit e gjysmë. Qa kuptimi ka vettingu, spaku e disa terma që unë nuk i di të gjitha, me thënë drejtën se nuk jam shumë kurioz që t'i mësoj? Kur kjo gjykatë pra që ne shpresojmë të përmirësohet, jep këtë vendim sot. Dhe unë se kërkoj të ata. E kërkoj të ai që i bën presion. Po kush është mënyra e presionit? Mënyra e parë është mos shkarkimi i tij. Ja mesazhi i tërthort. Mos shkarkimi i tij nga kryeministri do të thotë që gjykatësit kujdes sepse keni të bëni me mua. Unë nuk i di. Pra pas skenat, kulisat dhe gjërat e tjera që mund të jenë bërë për të marrë ky vendim. Po di të them një gjë, që ai është mesazhi më i keq që jepet qytetarëve shqiptarë, që jepet edhe kësaj salle këtu. Unë e di që nuk do të shpresojmë asgjë të mirë në këto 9 muaj që kanë mbetur deri në zgjedhje. T'jeni të sigurt me gjithë artikujt që shkruhen anë mban botës kundër kanabisit. Kanabisi do të lulëzoj deri në zgjedhje, akoma më shumë. Le të nxi edhe departamenti i shtetit i këtij viti për kanabisin. Kanabisi do vazhdoj prapë deri në zgjedhje. Koncesionet do të vazhdojnë me të njëjtat ritme. Korrupsioni gjithashtu. Sepse mafia që do të kapi zgjedhjet kërkon më tepër para, sepse çmimin e votës këta e kanë rritur. Është një nga sukseset e kësaj qeverie. Dhe unë sot e ngrita këtë çështje si një alarm dhe do ta ngrej sa herë që do të më jepet mundësia, si një alarm që të gjithë duhet i bëjmë ballë. Sigurisht i takon opozitës që të jetë flamurtarja e kësaj lëvizje, por jam shumë i sigurt dhe nuk dua të përsëris vetveten që nëse zgjidhja nuk gjendet brenda kësaj salle, jam shumë i sigurt që do të gjendet jashtë. Ju faleminderit.